Shoqata Fenix po shërben si nxitse e solidaritetit, por edhe vetë po e mbështet pa kursim. Sot u vu edhe një gurthemel për ndërtimin e një shtëpie solidare. Shoqata humanitare Fenix vuri gurthemelin edhe për një shtëpi tjetër. Kjo shtëpi do t'i ndërtohet familjes 6 anëtarësh në Ziri në fshatin Gaçk. Iniciativa për ndërtimin e shtëpisë për këtë familje është ndërmarrë nga fëmijë i tyre Vllazërim Shabani, i cili njëherët është edhe bashkëdonator me farefisin dhe fëmijët e tjerë të familjes në Ziri. Duke parë se kjo familje po jetonte në kushte të mjerueshme në një barak prej llamarine, as vllaznimi nuk mund të jetonte i qetë. Prandaj kishte ndërmarrë këtë iniciativë. Vllazërimi i cili ka marrë iniciativë për ta gëzu këtë familje, edhe kur ka ardhur ka bisedoj me neve, e ka thonë si një fjalë që shumë domethënëse, tha unë kam shtëpinë, tha po nuk po mund me gëzuar shtëpinë time kur për shokët këtë shisha më që është në këtë mjerim. Dhe kështu që kanë marrë iniciativën së bashku me shokë, me vëllazër, me familje, me babë, me gjithë këto këshi për ta gëzuar këtë familje, dhe ne shoqata kemi një gëzim shumë të masat, edhe besoj që para vitit të ri kjo familje të gëzohet me shtëpi të re. Se une i bona 71 vjet njerëz nuk kum po, as nuk kum rrinë si kur këta me punu me shti njerëz të varfër në kolum. Zoti një moft atyne, Zoti është përbleft atë firmë, Zoti është përbleft këta që kanë zgodorën, edhe juve që në keni orë këto. Edhe kjo ishë Allah e këzonë. Qysh me jetë u jetën në ftaft, të ndimë dhe shimë që me kalë zjarë me mësë me një thëmija. S'kishe qysh ma 2 vjetë dhe shka jem qëto, ma erë këmë në një ferizaj pak, në për të shpjetë huja, s'mujtë me bovene vetë më deshë qëto paqare. Po, s'këzim matematikë, kur mund me pritë, më të ardhë me maru një shpjë këto, mujtë me falenderu veç donatorët, Fenixin, juve që keni morë pjesë këto. Shoqata humanitare Fenix në vazhdën e angazhimeve të saj pritet që këtyre ditëve të përuroj një shtëpi dhe të vë gurthemelin edhe për 2 të tjera.